Unë mendoj se qeveritë që mbështeten shumë në lobistët e jashtëm, nëse duan të marrin më shumë ndikime në Washington, ata duhet të kenë ambasada më të mëdha dhe ambasadorë më të mirë. Lobistët nuk të ndihmojnë dot. A e mban mend Trump, le të themi, kur kryeministri Rama po e sulmonte duke thënë se është fundi i njerëzimit nëse ai fiton. Sot e lajkaton. A e kujtoni ju se çfarë mendonte vërtet Trump për liderët shqiptar? A e kishte idenë se kush ishte Rama apo liderët e tjerë? Was that this was a historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Shenzhen zone. He talked about the mini Shenzhen zone. He talked about the mini Shenzhen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. The U.S., not Kosovo. Can you clarify what that means? Historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Shenzhen zone, which is now going to be an economic region. So, agreement. Did they sign an agreement with each other, or did they sign an agreement with the United States? They signed an agreement to work with each other. They didn't. They did not sign with the United States. We're not a signature. President Trump signed something. We watched him. Yeah, correct. What did he sign? What did he sign? He signed a, how would you describe it, basically a letter acknowledging that they are going to work together and do this agreement. Maybe it's easiest to ask this way. Can you just lay out very specifically what each gentleman signed today? What was that? They both signed agreements to work together to normalize their economic and commerce relationship. Agreements are not the same, right? They are 99.9% the same, but of course there's one point that's different at the very bottom. Edhe gjak do derë. Ramiz Alia. Hipokrit në servit. Plak e agjenturës. S'pun jam më keqe në politikë. Mehmet Shehu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikombëtar. Neve s'bëjmë çuditëra, jemi marksistë. Bazament i ekuilibrit moral dhe identitetit shqiptar. Këtu. Enver Hoxha është një jeniçer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të thotë dorëzosh çelësat pushtetit popullor. Nexhmia Hoxha. Pjesë e setit të agjenturës. Nexhmi Hoxha është panterëzes. Zonjusha me flokë të thinjura. Baballarët e tyre nuk i vran sot. I kemi vrarë gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 45 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrestoj. Po mirë, Po si bukurisht. dakord, po si? Lutem. Partia ime më arreston? Po partia tënde të arreston se kemë faj.